Koalicioni madhështor ka lidershipin e krerëve me moshë mesatare mbi 60 vjeç. Por kjo nuk e pengon Sali Berishën të ndjehet i ri, sidomos kur ka fushat elektorale. Përballa antarëve të Forumit Rinor me moshë mesatare nën 25 vjeç, ai paraqiti kandidat të rinj. Belind Këlliçi, 38 vjeç, prezantoi djalin e Fari Balliut, një i ri vetëm 36 vjeçar. Po e vazhdojmë aty ku e nisëm. Dhe sot vim në një tjetër pozicion me premtime të mbajtura nga ana e kryetarit të Partisë Demokratike. Unë si ish kryetar do t'jem duke qenë avokati juaj sërish në Kuvendin e Shqipërisë. Lëviz Balliun e njihni të gjithë, edhe ai do t'jetë në kuvend avokati të rinjve. Berisha pasi mori skenën, ftoi në podium të rinjt. Mes tyre ftoi edhe të riun, 39 vjeçarin Gazmend Bardhi, i cili kësaj radhe nuk ju përgjigj në apel babit të Zenit dhe të Partisë Demokratike. Fatmira Kola, Fidel Kreka, Gazmend Bardhi, Gentis Çela. Kur kanë mbetur edhe të 40 para zgjedhjeve, Berisha ftoi të rinj të votojnë numrin 1, me një batut që do kujtohet edhe kur pas zgjedhjeve ai të jetë numri 2. Ndaj dhe ju ftoj këto 39 ditë t'i shpallim ditët e nishave dhe ju të gjithë jeni nishat e vërtet. Por karma e ndoqi edhe këtu doktorin. Në të njëjtin amfiteatër, 3 vite më parë, kreu i Forumit Rinor e paralajmëronte. Doktor, si që hapa, po e mbyll. Ju keni plot faje për këtë situatë dhe keni bërë mea culpa. Nuk e di sa na vlen këto mea culpa, por ajo që na vlen është që çdo pikë që ke diskutuar në foltore që ke bërë të respektohet. Pse e them këtë? Sepse nuk duhet që të keq përdorohemi përsëri. E them këtë sepse përveç një rrjedhje akoma më të madhe nga Partia Demokratike që mund të kesh, nëse i shkel, do rrezikosh të marrësh në ngratën e ne të rinjve që jetën tonë duam ta ndërtojmë në Shqipëri. Sali Berisha nuk mbajti asnjë nga premtimet e dhëna në foltore, përveç asaj që do të rimerte partinë. Por në ngratën e dytë, me të cilën e kërcënoi kreu i Forumit dikur, doktori e bleu më lirë se kontratën me Laçi Vitën. Belind Këlliçin dhe Besar Xhaferin i sistemoi në listë të mbyllur, duke u mbyllur kështu të dyve gojën. Përshëndetje të dashur të rinj dhe të reja.